ndotje është e madhe në plazhin e Vilbashtovës? Shumë e madhe, siç duket, siç po e shikoni edhe ju. Kjo është më e madhe e kësaj periudhe tash. Shirat kanë bërë punën e vet. Pastaj gjithë meturinat e qyteteve që pastrohen nga Peqini ama nga Elbasani i hedhin si duket tu, nuk i hedhin e për vendet që i kanë në postafat që bëjnë atë dekompozimin e plerëve, por këto i hedhin aty, i kanë kolla, i hedhin aty. Çfarë problemi ka sjell kjo situatë për peshkatarët? Për peshkatarët, peshku është largu, s'ka peshk. E dyta, rrjetat grisen, sepse ka shumë meturinë, ka bidona, ka druj, ka gjitha ato. Kështu që edhe ne kemi dalë kështu. Fishek. Situatë alarmante për plazhin e Vilbashtovës dhe ju peshkatarët? Kjo është shumë alarmante, jo për vetë për plazhin tonë, por për gjithë Republikën, sepse sa herë ka situata dhe kohë shira të rrëmbyshëm, kjo vjen e mbushet. Sa do ta pastroj bashkia, këtu do të ndërhyj shteti. Të mori janë ca mjete apo stafat për këtë punë, sikur i herën 6 muaj t'i fusin punë ato, atëherë plazhesh vinë turistët, shohin peshkun atë, shohin meturinat, çfarë do shoh? Çfarë i thuash atyre? Më thuaj çfarë i thuaj? Për shkak të kësaj ndotje. Po normal. Lumi shkumbin rrjedh që në Pogadec, ku ka atje deri nga ne këte gjithë meturinat do vinë këtu, se s'kam ku shkojnë. Edhe pemë me gjithë rrënjë ka shkullur, edhe ke gjithë brekun e detit. Ja, një ishte atje më tam, po ke gjithë kohën dhe ne edhe këte ke pemë gjithandej. S'ka që i bon bashkia kësaj. Po qa ke gjithë këtu dhe ne? Oke. Ka jo për të folë që shikoni vetë, shikoni njerëzit, shikoni televizion, shikoni bota, tu është Zot na ruaj. Tu është Zot.